Po na kemi vendosur që na mbështesim kandidaturën e Glau Kornius, asnjë kandidaturë tjetër partijake. Është qëndrimi i qartë dhe nuk do të marrim pjesë të seancat. Po ajo që po përgatitet është mos më majt seancat fare, sa kuptova unë. Domethënë që siç e thash edhe dje në media që është përmbysje e rendit kushtetues, sepse sot kuvendi u dosh më mbledh me zgjedh ose mos me zgjedh një president. Po kjo që as mos me zgjedh, as mos me konsumu procedurën, është shkelje e kushtetutës, edhe po bëhet me qëllim me përmbys rendin kushtetues, me janë nështru krejt rendin kushtetues vullnetit një partije politike. Jo, sepse e vërtet është si kemi votat. Por është edhe një vërtet, është tollje me krejt Kosovën. Sepse rezultati dihet. E vërtet është që na kemi vetëm 22 deputet. Por është edhe një vërtet e madhe. Populli i Kosovës e ka votu 51% vendosin. Jo 100%, a ashtu? 51%. Me 51% ata kanë mujtë me formu qeveri, me formu kuvendin, me miratu ligjin për buxhetin e gjona tjera. Por jo dhe me po presidentin. Prandaj do të mos sjellën përputhje me rezultatin zgjedhor. Ky rezultat zgjedhor na ka imponuar që ton na më ulë me gjetë një emër për president. Kjo është e vërteta. Po krejt partitë populliste në botë, në fakt, kur fitojnë 51%, e llogarisin sikur kanë fituar 100%, sjellja ose 100%. Kjo është komplet tollje me Kosovën, me kushtetutën, me interesat zyrtare të Kosovës, është papërgjegjësi e pashembullt në Kosovën e pavë.